tekstit integral, prej fillimit dhe fund s'ka qenë asnjëherë. Ka qenë parime, mirë the, apo tonë edhe opozita ka bëhat, ku më ditë, që ka dërguar gjykatë kushtetuese. Edhe tash, so ka pas debatë në kuvend, e dini fort mirë. Edhe se këtë draft statu, për shka flet për supozime, është kjo form, është ajo form. Ka një draft europian, Kjo hipokrizia jonë është plasën për diçka që nuk e kem tekstin integral. Kam pas krerë të partive dhe qeveritarët. Asë një. E kam gjithë deklaratat. Zoti Bishi, e kam një pyetje. Jashtë me ka thonën, a dalë ke burim Ramadani, në debate, e kom tekstin integral. Po ka aj tekst, po folit për vendin tonë, po folit për fatin e vendin tonë. Edhe unë po thomë, në aspektin praktik, kjo qeveri ka bubol, pjesë veriore. Në pjesë, kjo me këtë kauz ka ardhë vetëvendosja në pushtet, është shto. Edhe s'ka diskutim. Edhe asnjëherë se ka realizu këto. Pjesën praktike për ajo kohë, është realizuar një pjesë që bile siguria në aspektin e sovranitetit dhe shtim veri, janë zbë strukturat ekstreme, paralele, ilegale, krejt, mirë po, ju ka ikë çdo herë vendimi i madhë. Edhe, po, ku vendi po mbonë, seanca, e dini fort mirë, çfarë përplasje, nuk e ka pjesën, tekstin integral ati statuti. Çka flet? Partit politike veç e ka pas. Parime, po leti parime. Zoti Bishi, LDK-ja e ka pas. Neve, na kanë mytë, ndërkombëtarët të na servue në këtë formë, e dini fort mirë. Edhe në marrëveshjen e Vienës, sistemin e dualizmave. Hatja bojmë njëjtë Serbisë, që për marëm rreth menaxhimit integruar të kufirit, jo bëne banderi, apo kufi administrativ, a ju bëne border. Vesh knaqin dy palët, anë vërtet, kur fillon pjesa praktike e problemit, atëherë vjen të përplasja. Apo thonë. E kam një pyetje këtu. Para se me politizu. Para se me politizu. është politizu shumë që se kem një tekst integral. Është politizu shumë diskutimi për draftin. Pse nuk dërgohet në gjykatën kushtetuese? Ajo është instancë. Po se kem tekst integral. Ma tregon dikush. Prej institucioneve pse nuk del ortokoreksim dhe shtetin, pa përgjithësi presidentja, kryeministri, qeveria, pse nuk del kjo drafti original. Del Burim Ramadani, thot kjo është integral, a që shto, me debate ndryshme. Pa nuk kamërën kjo spekulime me shtetë. Po, veç atë në që ato përmendet arbitrajë dhe përmendet rezolutat 12-24. S'po thot që se kam më në draftin. A po thot që është kundër kushtetues. A mund të dikush më referue një forme që është të originalit, qoftë në anglisht, apo kuta dhjune. Zoti Bishi, presidente, s'po thot që se kam draftin, po thot është në përputhje. Po, desh, në ku o burë me thonë këtën. Edhe kryeministri, edhe presidenti, edhe kryetarët e partitit politike, edhe kryetari i kuvendit. Mos po na i dërgon ndonjë mesazh që edhe nëse e shohim kushtetuese ne s'bëhemi antar të Këshillit të Evropës, apo kupton. Pse po për atë arsye na pse po lexon këtë mesazh? Për shkak se neve na ka tregu përvoja për shembull liberalizimi i vizave. Në 2015 në 2016 ne kemi pas punë të përfunduar. Për shkak të ratifikimit të kufinit, i cili u bë më vonë, po mos i morëm vizat edhe deri tash. Edhe kjo tash për Këshillin e Evropës ka rrezik për shkak se shiqo. Është vështirë tash secilin shtet ta bindsh, se shtetet kanë interesa. Sidomos me një situatë tillë. Njëherë kanë qenë. Është edhe momentumi, duhet po. Unë nuk e besoj. Edhe ndryshimi i emisarëve ka qenë më përpara. Faktor Edhe tash, për mi ik përgjegjësisë për Këshillin e Evropës. Po presupozoj, nuk e di, po presupozoj mundet me hedhë kështu një guri që